Premiera në përballje me vdekjen me regji të Afërdita Nuhiit do të shfaqet nesër më datë 16 tetor në orën 18 në Pallatin e Kulturës në Tetov. Kjo shfaqje vjen menjëherë pas festivalit të teatrit dhe pas së njëjtës do të ketë edhe 2 premiera të tjera, deklaroi Hasim Memishi, drejtori i teatrit. Projekti i radhës i teatrit të Tetovës është shfaqja përpara vdekjes me regji të Afërdita Nuhiut. Pas mbarimit të festivalit, pra vazhdojmë me projektin e radhës. Pas këtij projekti, teatri do të ketë edhe 2 premiera, në fakt, një shfaqje për fëmijë dhe një shfaqje për të rinj të financuar nga Komuna e Tetovës. Shfaqja në përballje me vdekjen trajton raportet familjare, veçanërisht raportin prind-fëmijë, por edhe raportet e tjera ndërnjerëzore. Procesi ka qenë shumë i mirë, shumë i këndshëm. Kemi pas proces jo shumë gjatë, realisht, ka qenë 1 muaj e gjys periudha e caktuar e provave, përgjithsisht. Dhe unë uroj që kjo shfaqje të ketë shumë një gjatësi, sepse vërtet ja vlen shihet, është një tematikë që përballet me fenomenin ton aktual që e kemi, edhe uroj që kjo shfaqje të shëtisi sa më shumë. Tematika mes prindve dhe fëmijëve është një tematikë, jo vetëm kjo, është më e gjerë, do me thënë ne kemi kap jo vetëm një linjë që është prind-fëmijë, kemi kap edhe linjat përballjes mes motrave, familjet në vetveten, mes armiqësisë, mes besueshmërisë, do me thënë të miqve që ne mendojmë që i kemi miq dhe na dalin armiq, do me thënë është e kanalizuar me shfaqja në shumë dimensione. Shfaqja është dramë socio-ekonomike dhe flet për raportet mes prindrit dhe fëmijës, dhe se deri ku mund të arrijë një prind për mirëqenjen e fëmijëve të vet. Raportet e prindit dhe fëmijës janë prej se ekziston njerëzimi, prandaj po them çdo kush do ta sheh veten në këtë shfaqje. Nuk kemi mundu të përshtasim diçka me kohën, sepse vetë raportet brenda familjes janë të tilla që çdo herë kur ti shfaqesh, çdo herë prekin dikënd. Në shfaqje luajnë edhe aktorët Petrit Neziri, Sami Mustafa, Sheqerie Ilazi, Arta Zejneli, Blerimi Ismani dhe Mia Kantarozieva Petrovska. Në përballje me vdekjen do të rishfaqet më datë 20 dhe 22 tetor në orën 19.